Në qytetin e Korçës u shfaq për herë të parë dokumentari Spaç 1973, Martirët e Lirisë me autor Besim Drejgjonin. Ky film dokumentar sjell në ekran revoltën e të burgosurve politik të Spaçit, ngjarjen më të guximshme të rezistencës antikomuniste shqiptare, duke i rikthyer zërat e atyre që për dekada mbetën të heshtur nën peshën e harresës. Në një kohë kur historia kërkon ende drejtësi për viktimat e diktaturës, dokumentari konsiderohet si një akt rebelimi kulturor kundër harresës dhe si një omazh për ata që sakrifikuan gjithçka për lirinë dhe dinjitetin njerëzor. Autori i filmit Besim Drejgjoni theksoi rëndësinë që Korça ka pasur në qendresën antikomuniste dhe arsyen pse ky qytet u zgjodh si i pari për ta pritur shfaqjen e dokumentarit. Ai vuri në dukje rolin e personaliteteve korçare që vuajtën në burgjet e Spaçit, si Sami Dangëllia, i njohur për qendresën e tij 40 vjeçare në burgjet politike, por edhe shumë të tjerë si Vasko Orgocka, Nevruz Golka dhe Ylber Merdani, që u bë simboli qendresës morale dhe shpirtërore. Përcjellim qendresën e korçarëve antikomunist në diktaturën e Enver Hoxhës. Ne e periurum këtë film dokumentar fal fondacionit Konar Adenauer në Tiranë në qershor dhe vendosëm që qyteti i parë në Shqipëri të jetë qyteti i Korçës. Qyteti i Korçës që shquhet për kulturë, qyteti i Korçës që është i shquar për antikomunizmin si çdo rreth tjetër në Shqipëri, por qyteti i Korçës ka personalitetet burgut politik të Spaçit që sot meritojnë derë dhe lavdi. Do t'ju sjell në vëmendje ju gazetarëve të Korçës legjendën e burgjeve shqiptare Sami Dangëllia, i cili bëri 40 vjet burg politik dhe ishte një ndër iniciatorët e revoltës antikomuniste të Spaçit. Gjithashtu është Vasko Orgocka, është Nevruz Golka, është Ylber Merdani, janë shumë korçarë që kanë qenë pjesëmarrës në atë revoltë. Çrëndësi ka revolta antikomuniste e Spaçit, për arsye se revolta antikomuniste e Spaçit është revolta e të burgosurve politik në shkallë botërore. Pra të burgosurit politik, dhe nuk kanë protestuar burgosurit politik për dënimet e padrejta që u jepte diktatura komuniste. Kanë protestuar për të mbrojtur identitetin kombëtar, flamurin kuqezi që komunizmi i kishte vënë yllin e bolshevizmit. Dokumentari përmbledh dëshmi të mbijetesës dhe dhimbjes së qindra të burgosurve që sfiduan regjimin komunist, jo për hakmarrje, po për të mbrojtur identitetin kombëtar dhe simbolet e Shqipërisë së lirë. Në këtë veprimtari mori pjesë edhe Leonard Beko, djali i Dervish Bekos, njërit prej 4 martirëve të pushkatuar pas revoltës së Spaçit. Ai shprehu mirënjohje për nderimin që u bë atyre që dhanë jetën për liri, duke përjetuar filmin si një përkujtim të thellë për babain e tij, të cilin nuk arriti ta njihte. Leonard Beko tregoi emocionet e forta që e shoqërojnë ende sot dhe pengun që eshtrat e të atit nuk janë gjetur as pas kaq vitesh. Jam shumë i kënaqur me këtë veprimtari, me këtë film shumë të bukur, sepse është për 4 martirët e demokracisë, për 4 martirët që kanë dhënë jetën për lirinë e Shqipërisë. Dhe një nga këta 4 ka qenë dhe baba im. Unë ndihem shumë i emocionuar për të ngjarje që po ndodh në Korçë. Kemi dhënë këtë film dokumentar edhe në Millennium në Tiranë dhe unë si organizatori i kësaj u mundova që ta jepnim edhe në Korçë. Unë kam qenë shumë i vogël dhe babain tim e kam vetëm një kujtim, mund të them, sepse kam qenë 3 vjeç në atë kohë dhe nuk i mbaj mend këto gjëra. Megjithatë, nga gjitha librat që kanë shkruar, që i kam lexuar dhe nga gjithë përkujtimet, kam shumë emocione që mund t'ja u them në këto momente, domethënë, kaq shkurt. Duhet një histori gjatë që të flasim shumë. Kam një peng që eshtrat e babait tim nuk janë gjetur akoma. Dhe ky është pengu më i madh.
Në aktivitet foli edhe Vasko Orgozka, ish i dënuar politik, i cili rikujtoi periudhën e vuajtjeve të tij dhe padrejtësitë e regjimit. Ai solli historinë personale të dënimit pa shkak në një kohë kur urrejtja politike përcaktonte fatet e njerëzve. Orgozka kujtoi mizoritë që përjetuan të dënuarit politik dhe mënyrën se si shumë familje shqiptare u shkatëruan për arsye politike. Jemi të nderuar, i nderojmë dhe ata që na kujtojnë për vuajtjet tonë. Unë kam bërë një shkollë jashtë vendit. Mirë po atëre në atë kohë lejohesh edhe ishte e mirë e nderuar që edhe sikur të martohesh me të atje në rregull fare ishte. Dhe jetuam me gruan për 15 vjet, duke punuar këtu në Minierë, Borë Drenove dhe në vende të tjera. Mirë po, erdhi një moment që u prish Krushqia, u ndanë nga kampi i tyre. Për të tërë këtë kohë, sa kemi qenë bashkë me kampin socialist, ishim të mirë, ishim të respektuar, ishim bashkë. Pastaj kur u prish Krushqia, u ndanë, edhe u bëm asmë, u bëm armiq. Kështu që na arrestuan që të dyve, na dënuan, gruan e dënuan 25 vjet, e mua më dënuan me vdekje. Edhe cila është arsyeja? Nuk ishte arsye, s'kishte arsye. Sepse nuk ishte ndonjë fajin, nuk ishte ndonjë krim, nuk ishte ndonjë gjë e keqe psa për të dënuar. Mirë po, duheshe të dënoheshe sepse këtë e kërkonte politika. E kërkonin asmit e së mirës. E kërkonin ata që ishin të zgjedhur për të bërë krimen me shqiptarët. Dhe ja dodhë, ja e bënë. Dhe shumë shqiptarë muar më qatë. Shumë ish familje i vojtën, shumë familje i vranë, edhe shumë të gjëra të tjera. Të gjithë shqiptarët që u dënuan, kanë vojtur mizoritë më të rënda, kanë vojtur momentet më të jedhura të jetës tyre. Dokumentari Spaq 1973 Martirët e Lirisë ngre pyetje të forta mbi kujtesën kolektive dhe përgjegjësinë që shoqëria ka ndaj së kaluarës. Ai nuk është thjesht një rikthim në histori, por një thirrje për reflektim të përbashkët dhe ndërgjegjësim kombëtar. Në mbyllje autorët dhe të pranishmit theksuan se Spaçi nuk duhet të mbetet vetëm kujtim, por mësim, sepse nëse harrojmë atë që ndodhi, nëse nuk mësojmë prej atyre që sakrifikuan, atëherë nuk jemi të denjë për lirinë që gëzojmë sot. Qyteti i Korçës me këtë shfaqje dëshmoj edhe një herë se kujtesa historike është pjesë e identitetit të tij kulturor dhe moral, një kujtesë që nuk shuhet, sepse është ndërtuar mbi qëndresën dhe dinjitetin njerëzor.